Nga taraca e restorantit të vogël familjar të Gëzim dhe Dallantyshe Hoxhës, pamja hapet drejt plazhit të pasqyrave, një prej perlave të Bregdetit shqiptar. Por, për te pushuesve, kryesisht të huaj, banorët e fshatit Manastir në Ksamil po jetojnë me frikën se mund të humbasin pronat ku kanë investuar kursimet e emigracionit. Shkak është projekti The Miros, që parashikon ndërtimin e një resorti me 46 vila private, hotel me besyje dhe struktura turistike, ndërsa një pjesë e fshatit rezulton brenda teritorit të zhvillimit. Kam jetuar 22 vjet në Greqi dhe gjithë lekët që kam punuar në Greqi, kam bërë një restoran, një bistes të vogël, me 5 savolina. Dhe nga ai neve hambuk, unë, djali dhe gruaja, shërbejmë vetë dhe jemi shumë të kënaqur. Por më shumë se 2 dekada, familja Hoxha investoi kursimet në restorantin e vogël, ku shërbejnë të gjithë antarët. Fal punës dhe përfshirjes së fëmijëve, shpresonin ta zhvillonin më tej aktivitetin, por planet janë pezulluar, pasi prona ku kanë investuar përfshihet në zonën ku parashikohet ndërtimi i resortit. Po të na jepeni mundësinë më tepër akoma, mund ta zhvillojmë sepse bukur ndim ta bëjmë dhe ne. Vetëm na jepni mundësinë. Faleminderit shumë, jeni të mirëpritur. Shqetësimin e ndajnë dhe banorë të tjerë të fshatit Manastir. Arsen Vaja tha se familjet kanë legalizuar dhe regjistruar pronat përmes institucioneve shtetërore, por po përballen me pretendime të reja mbi të njëjtin territor. Kam 30 vjet që jetoj këtu në këtë fshat. Atje, me dokumenta, me legalizim, me hipotek, me të tëra. Unë kam merr djersën, jam vetë i 6 në shtëpi me fëmijët, punoj në emigrim fëmijët, kam punuar në emigrim, i ka vetë trale këtu. Unë pas kam as një ditë pune në shtet këtu, as një ditë pune. Në shtet, unë me këtë jam, pension nuk kam, as një vit, veç të shkosh dokumentat e mia, unë edhe gruaja nuk kemi, i kemi trale këtu. Për pension i kemi këto, i kemi hedhur këtu. Tani kam filluar dhe na vinë turista në këto 3-4 dhoma që kemi, rrim në një dhomë neve, vull me turista, nga këto fitojmë, nuk kemi fitim tjetër. Banorët kërkojnë që të gjithë ata që kanë ndjekur procedurat ligjore të pajisen me dokumentacion të plot dhe institucionet të sqarojnë statusin e pronave të tyre. Otën e kërkoj, e për kram, edhe arran të ketë. Kemi bërë dhe ankesë tani këtë deputeti Bido. Ka tha o të asjetu problem. Dodhim këtu në këtë pozicion, shtëpitë e mia janë këtu. Këtu është komplet fshati, ja, komplet fshati. Ta kanë futur 8% të fshatit, e kanë lënë 20% andej në liqeni. Ç'është këtu? Të njëjtën pasiguri shprehu dhe Betri Hysi. Ai tha se legalizimi, pagesa e tokës dhe regjistrimi i pronës nuk i kanë mbrojtur banorët nga përfshirja në të ashtu quajturën vijë e kuqe. Jam brenda vijës kuqe, quhen Betri Hysi, dhe kam shpinë pikërisht aty. Banesa ime është pak a shumë ja diku këtu. Vitin 2012-2013 neve kemi marrë legalizimet. Kemi paguar tokën, që unë e kam rreth 4 milion lekë të gjitha, dhe pas disa kohësh, pasi morëm me legalizimet, morëm me hipotekët, tani na ka dalë një pronar i ri. Neve deri në 2020 nuk kemi patur probleme dhe kemi patur llave, por nuk ka dalë njeri të na nxjerrë harta të tilla. Për pretendimet e ngritura nga banorët, Media Amfora ju drejtua me kërkesë për koment kompanisë Premium Finance Invest, por nuk mori një përgjigje deri në transmetimin e kësaj kronike, ndërkohë pronarët e truallit ku parashikohet zhvillimi i projektit nuk ishin të arritshëm. Jetesa ime këtu në fshatin Manastir është që unë marr një pension 150.000 lekë, nuk më dalën për ilaçe, edhe kam prishur shtëpinë, e kam bërë dom me banjë. Edhe jetoj me turizmi. Gratë punojnë, të gjitha punojnë në behar.
qashe me sy shtëpi të gjitha zonjat që punojnë. Ai ne puna e Prishtinën a le pa jetë njëherë. Diskutoj. Plazhi i pasqyrave nuk është rasti vetëm. Në qirin e manastirit, një tjetër resort po avancon pasi zona e mbrojtur u përjashtua nga kufijtë e parkut kombëtar të Butrintit. Për historianin Halil Shabani, ajo që po ndodh në manastir është pjesë e një transformimi më të gjerë të Bregdetit jugor, ku projekte turistike po shtrihen në territoret më të lakmuara. Po shikoj se të gjitha pikat dominante, më të bukura dhe më rezultative për zhvillimin e turizmit, do bien në duar të gjithë këtyre që ne i quajmë oligarkë dhe nuk dihet se nga ju ka ardhur pasuria e tyre e tjerë dhe të marrin të gjithë ajkën bregdetare. Ndërsa aktivisti mjedisor Sofokli Thoma ngre shqetësime për ndikimin që zhvillimet e reja mund të kenë mbi peizazhin dhe zonat e mbrojtura të jugut. A ka minxhir, a ka si thua gjithë të shëmtuar si ajo e manastirit që kanë bërë me ato ndërtime? Që janë ato ndërtime që janë pasur, sikur jemi në Gjirokas. Edhe kanë prishur një plazh model, plazhi ushtar që ishte atje. Po këtu në çdo cep, do të thënë çdo metër nga kanali Çukës deri në Ksamnin, tu ka gërmime nga çekiçat. Nuk ka. Nuk e se kuptoj çfarë sot jemi kanë. Po kuptoj. Edhe ndërtimet e Butrinit. Edhe tampë zona e mbrojtur ishte 1500 hektar, e bën zonën e mbrojtur e mblodhën e bën 800 hektar. Pse e bën? E bën për ndërtimet.